E shohim veten tonë se ku jemi, por jo gjithmonë minutët e fundit, pa pas informacion, vimi përballë një realitetit që në ka penalizuar nga zgjedhja në zgjedhje. Dhe për fatin e keq, dhe këtë kam si vërejtje, krijohet një frym edhe tek militantët e partisë tuaj, sikur alatet janë një pesh, janë një kosto. Jo. Këtë e dini edhe ju, po nuk e thoni, edhe na bëni ne tabelqitjet. Jo, alatet janë vota për ju, janë një vlerë e pluralizmit dhe marrim shumë e pak se sa në takon bashkë 5 tonë elektorale. Që në vitin 2008, kur ka nëshu këtë zgjedhor, ne nuk testohemi, se futemi në koalicion edhe në numërën e të vota që mesin shkrumin letër dhe jo ato mira të Tiranë që i merrin jo nëpërmjet koalicionit që s'kemi kandidat. Edhe kjo është një hile e qëllimshme, edhe unë e njëjë shumë edhe kohë të fundit, edhe në takimet e foltorës parë dhe dytë, që shqyqeton e latë që kur ne jemi e keqja. Jo, ne jemi një vlerë që vetëm DSI-ja për para disa viteve ka pas 100.000 vota. Kuptohet që goditjet që erdhen në 2 kratë, që për fatin e keq kishte edhe Ramën përballë edhe Lulzim Bashën në anën tjetër, por edhe Partia Demokraciane, ne kemi pas 58.000 vota, që i thojnë 6 mandate në Kuvendin e Shqipërisë, por duke qenë pjesë e këtyre koalicioneve, ne kemi feru. Na lejoni ta shtrim edhe pak më shumë këtë takim, sepse dihet nga problematikat që ne kemi, ose na bie rrallë rasti, se para zgjedhjeve ju na ftoni, në fakt, edhe pastaj kur i mbyllni ato, nuk na pyesni fare, ose e mbyllni telefonin, edhe zëtoni t'ja dini për ne fare. Është shumë e çuditshme, kam me thënë drejtë. Kam një bashkëpunim mbi 20 vjet dhe nuk e kam gjetur një respekt të tillë.